Ja ku jemi përsëri dhe tek arti dhe kultura do të qëndrojmë sigurisht, por do të shkojmë drejt në Milano, zonja dhe zonin, sepse gazetarja jon Luela Mustari. Na e premtoi në fakt. Na e premtoi. Po, dhe është atje dhe do lidhe me ju. Javën e dizajnit. Ja ku është Luela. Ja ku e kemi Luelën që ndodhet përshëndetje në Milano. Mirëmëngjes Luela, po na trego pak çfarë pritet të ndodhë atje? Çfarë është ky? Si është zgjuar Milano sot? Është besoj qendra e gjithë Evropës. Jo vetëm si është zgjuar, po në fakt si ka fjetur që ditën e djeshme, sepse ndonë se një sot zyrtarisht Milano Design Week, pa diskutim që përgatitjet nisin shumë më herët në këtë qytet, ashtu si kurse është një tradit disa vjeçare, duhet themi 5 dekada që nga viti 1961, ku zyrtarisht u hap për herë të parë salone di Milano, e që në fakt pati pa diskutim një jehon të jashtëzakonshme në të gjithë botën, duke u kthyer jo vetëm në një salone për ekspozim të interiorit, po gjithashtu edhe në një tradit modës të asaj që ka quhet tekstil, të asaj që ka quhet interior, të asaj që ka bëhet sot me mesazhe shumë të rëndësishme ekologjike që jepen në Milano, por me një javë të tërë ku të gjithë emrat më të rëndësishëm të modës, interiorit, arkitekturës në botë mblidhen në Milano për të rrëfyer një histori të tyre, secilin si thuash identitetin e vet, po njëkohësisht duke u rikthyer ndonjëherë edhe për të mbrojtur disa tradita, disa gjëra që pa diskutim na lidhin fort edhe me natyrën. Kështu që në elemente të ndryshëm, secili nga dizenjatorët që vinë nga gjithë bota në Milano për këtë javë, nga sot e hënë zyrtarisht, ku hapet Milano Design Week e deri të dielën, patjetër që do të rrëfejnë histori të cilat na tregojnë ato që do të ndodhi apo çfarë do të ndodhi me ambientet, me interiorin, edhe qoftë me biznesin, qoftë me librarit, qoftë me si thua hapësirat publike të një qyteti apo të një vendi të përcaktuar në botë. Të gjitha tendencat duket se përcaktohen sot gjatë kësaj jave në Milano. Secili jep mendimin e vet, edhe pa diskutim jemi të lirë të zgjedhim pastaj se si do ta bëjmë botën të duket. Kështu që do të kesh mundësi të shikosh edhe të rejat më të fundit që kanë të bëjnë me botën e dizajnit të brendshëm. Unë siç e thash, ka një histori gati 5 dekada më herët. Ky si thua event, një event i cili nisi si një panajër i thjeshtë i mobilerisë, po ndërkohë që në edicionin e tij të parë në vitin 1961 ka pasur rreth 12.000 vizitorë, duke u zhndëruar vit pas viti në një nga panajërët më të rëndësishëm në Milano. Me kalimin e viteve nuk u mjaftua qyteti vetëm duke pritur këtë event si një panajër mobilerie ose interiori si thuash, por arkitekt nga gjithë bota filluan të vinin dhe të organizonin një fori salone, i quajnë këtu, që do të thotë një tjetër ekspozit, po në qytet të hapur. Dhe ajo që ka e bënë interesante, në fakt, Milano Design Week është fakti që ka marrë të tilla përmasa kaq të mëdha që e bëjnë Milano të vizitueshme në çdo cep të qytetit. Praktikisht mund të themi se një lloj si Bienalja e Arkitekturës në Venecia ose Bienalja e Artit në Venecia ka të njëjtën përqasje ose të njëjtën përmas që jep qytetit, sepse nuk ekzistojnë vetëm si thuash vend qëndrime ose lokacione ku ekspozohen tashmë mobilje, por pas 5 dekadash, jeton 50 vjet ose më shumë eksperiencë, fori salone e zhndëron të gjithë qytetin e Milanos në një vepër të madhe arti, ku interior, arkitekt, designer, pa diskutime dhe emra shumë të mëdhenj të modës, vinë këtu për dhënë alternativat e tyre. Për shembull, tendencat më të fundit mund t'i zbulojmë dhe mendohet që sot një instalacion shumë i rëndësishëm që quhet Libraria e Artit do të ekspozohet në Brera, aty ku mendohet jepen edhe tendencat e fundit. Domethënë nëse ne mendojmë se si do të duket një studio televizive, duhet vim këtu për të parë tendencat më të fundit, jo vetëm të interiorit, po pa diskutim. Po hidhi një sy pak Luela. Patjetër. Unë domethënë u përpoqa të sillja vetëm disa elemente të këtij lloji, për shembull Gucci shkon drejt bambus për të na treguar që lidhja me natyrën është ende e fortë. Për te faktit që dizajnet edhe
shumë çka shkojnë në dekadën e fundit drejt modernizmit, drejt asaj që quhet tot ose ndriçimit. Ka disa nga, si thua, emrat më të mëdhenj të modës, të cilët në këtë forë salone na tregojnë edhe lidhjen që duhet kemi me natyrën, na tregojnë lidhjen që duhet kemi me traditën, shpeshherë ka element të rikthimit të një tradite në vëmendje, kështu që Forë Salone, po Milano, në fakt Milano Design Week është një nga ato ngjarje që na tregon shumë çfarë. Lola, atje në Milano ka shumë shqiptarë, ndonjë shqiptar që jep mendje për dizajn atje ka apo akoma nuk e Ka shumë, patjetër, se unë nuk kam ardhur vetëm këtu. Patjetër që ka edhe shqiptarë që kanë mbërritur me mua. Është një ngjarje që, siç e thash Kristi, fillon edhe prek gjithë botën. Ndonse ne njohim Milano si qytetin e fashion, është një ngjarje që pavarësisht se nisi si një event që do të ishte vetëm për mobilerin, si thuaç, në 61-shin, 5 dekada më parë, është ndëruar në një institucion që është ndëron gjithë Milanon, edhe rrugët, do të thënë kudo që të ecësh, pa diskutim gjen qytetarë nga gjithë bota, të cilët janë mbledhur këtu për një javë dhe për të ekspozuar dhe të prezantuar produktet e veta. Sigurisht që ka shqiptar, unë të premten kur të vija aty të premtoj që do të sjell edhe historinë e shqiptarëve që gjej këtu dhe që pa diskutim ekspozojnë në për këtë javë të rëndësishme që është Milano Design Week. Mezi pa e presim. Atëherë takimi radhës është të premten, të presim na tregosh gjëre gjatë për këtë aktivitet që ti do të pastrosh. Edhe të falë operatorit që ke aty, se është një miku ynë. Okej, bukur. Dakor, mirë.